Të nderuar shikues, ne rikthehemi në studio dhe vazhdojmë me debatin me këshilltarët komunal, kandidatët për këshilltar komunal në komunë të Bukovinës, ashtu siç edhe kemi paralajmëruar në fillim të këtij sezoni, të kësaj maratone zgjedhore, ne do të zhvillojmë debate pra me të gjithë këshilltarët, kandidatët për këshilltar komunal në të gjitha komunat që gravitojnë në fushën e Pollogut. Sonte në studio kam të ftuar 4 këshilltarë, 2 nga koalicioni Vlen dhe 2 nga koalicioni AKI. Është Malcore Ramadani, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Është Florim Rakipi, gjithashtu nga koalicioni Vlen, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Sot faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat jeni me ne, bartës i listës nga koalicioni i Aleancës Kombëtare për Integrim Arton Haliti, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Dhe Hisa Rushiti, gjithashtu nga koalicioni AKI, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Me që kemi Malcorën të vetme kandidate të gjinisë femërore sonte në studio, dhe japim përparësi që të na përgjigjet. Fillimisht ju kisha dashur t'ju pyes se a jeni të njoftuar kompletisht me kompetencat që i keni apo do t'i keni si këshilltar të arshëm komunal në komunë të Bukovinës. Faleminderit edhe një herë. Do me thënë, antarët e Këshillit Komunal kanë kompetenca një farë mënyre të vendosin për se si do të vazhdoj jeta e qytetarëve të komunës. Me një fjalë, do me thënë, duke nisur nga shfrytëzimi i parave publike, për të vazhduar pastaj për investimet, zhvillimi ekonomik, arsimor, shëndetësia primare, për të kaluar pastaj tek tarifat komunale për transport, tarifat komunale të tjera, duke ndalur te bujqësia, te bizneset e vogla dhe normalisht edhe në fund të sporti dhe të rinia. Do me thënë, me një fjalë, ne duhet jemi zëri i qytetarit në komunën e Bukovinës, të përfaqësojmë interesat e tyre dhe të jemi vazhdimisht në shërbim të tyre. Arton, për ju, se jeni të njoftuar pra me kompetencat që i keni dhe si do të shfrytëzoni ato? Kompetencat e këshilltarit komunal janë të jetë në rrjedha me investimet në infrastrukturë, të miratojmë buxhetin e komunës, të vendosim për projekte lokale dhe investime publike, të kontrollojmë punën e kryetarit dhe administratës, të jetë sa më cilësore dhe sa më parimore. Mirë. Zotëri Florim, çfarë do të bëni ju faktikisht si këshilltar komunal i ardhshëm për të përmirësuar jetën e banorëve nga të cilët kërkoni besimin ose votën, që është një gjë shumë e shenjtë në demokraci? Ne si këshilltar të Këshillit të Komunës së Bukovinës do të bëjmë përmirësimin e të jetë i drejt për drejt i Këshillit, që qytetarët të jenë më shumë të informuar se çka bëhet me punën e buxhetit të komunës, me punën e buxhetit të komunës, me ku si harxhohen tollat e buxhetit, ne jemi për të përmirësu më mirë gjendjen e qytetarëve, dhe informojmë qytetarët çdo herë do hapëm llogari para qytetarëve. Në Këshillin do hapëm çdo herë para qytetarëve se çka bëhet në punën e Këshillit Komunal dhe në komunën e Bukovinës. Ku harxhohen mjetet e komunës së Bukovinës, çka investohet, çka bëhet, çfarë ka investimet për të huajve për buxhetit të komunës. Dhe mendoj që unë si këshilltar jam edhe mandatin e ditë në komunën e Bukovinës, mendoj edhe si propozim që kam marrë të jem edhe mandatin e ditë si këshilltar është propozimi i qytetarëve. Unë në mandatin tim si këshilltar në komunën e Bukovinës kum realizu shumë projekte, mendimin e ekipës që kemi qenë në këshillin e komunës në vitin 2017-2021, edhe ka ardhur iniciativë që unë të jem këshilltar, ka ardhur iniciativë e qytetarëve të vendit. Kemi punu në të gjithë vendbanimet e komunës, Bukovinës, nga Piroku deri në Çiflik, projektet të cilët i kemi bën ne në komunën e Bukovinës. Momentalisht që është ky pushtet, nuk ka bë asnjë projekt për komunën e Bukovinës. Projektet i ka të gatshme, të cilët i kemi bën në kohën kur kemi qenë ne. To vetëm i kanë realizu projektet tona që kemi bëhe shumë, se nuk ka asnjë projekt të ri. Që kemi bëhe projektet në Bukovinë, në Pirok, në Kamjan, e shumë që këta nuk e qojmë punën si duhet, edhe mendoj se për qatë nevoj, populli ka nevoj për ne dhe për besimin për vëllëdhën. Ndërlidhe.
Nëse ka mundësi një replik nga pala e kundërt, pastaj normal që do të mund të keni secili hapësirën e dëshiruar. Urdhën. Do me thënë një replik për Florimin. Ne si komunë jam këshilltar, kam qenë aktualisht, dhe tani jam rikandiduar edhe njëherë. Do me thënë ne si komunë, tani për momentin e kemi fituar 32 projekte, nuk e di sa jeni të njoftuar. 5 nga ato janë duke u përpunuar në fazë të realizimit. Bogovejn, Sedlarc, prej Bogovejn e për në Novosel, ka projekte që janë duke u bë, Palqisht, edhe Piroku i Sjellsi është duke u realizuar, mjetet kanë kalu, do me thëmë 5 prej këtyre projekteve janë duke u realizuar që janë bë në kohën tonë. Edhe 28 nga këta ngelin pas zgjedhjeve për realizim. Zënja Ramadani, mendoj që patë të një replik. Unë mendoj se ne duhet të angazhohemi të gjithë si këshilltar për një Bogovinë më të zhvilluar. Bogovina ka potencial, por ka shumë sfida në mundësi. Duke nisur nga rrugët, të ndryqimi publik, të ujti që tani më disa fshatra e kanë këtë problem, për të kaluar të arsimi i cili është krejtësisht i politizuar dhe jo si pas meritokracisë. Në qoftë se ne shkojmë të punësojmë njerëz në arsim si pas meritokracisë, shumë letë mund të ecim të gjithë pasaj proceset e tjera. Për të kaluar të bujqit edhe të bizneset e vogla të cilët janë lanë krejtësisht anash, ndërka që ata janë shtylla kryesore e jetës qytetarëve të Bogovinës. Projekte, cilat projekte? Pse këta projekte nuk u realizuan deri tash, po në fund të mandatit dhe tani të presim zgjedhjet e ardhshme. Mendoj se qytetarët e kanë pas sa ka qenë komuna e zhvilluar për këto 4 vite dhe mendoj se më dobët se këto 4 vite komuna e Bogovinës nuk është u thequr asnjëherë. Prandaj mendoj se qytetarët duhet zgjedhin spaku një ndryshim dhe ne jemi për ta bërë atë ndryshim. Okej, nëse dëshironi replik, keni drejtën ta shfrytëzoni apo do të vazhdojmë me pyetjen të cilën ju mbetëm. Unë do të ndërlidhe me zonjën Ramadani një replik të shkurtë. Çështja e arsimit ku është edhe pika më e ndjeshme, jo vetëm e komunës tonë, gjithë nivelit republikan. Nuk do të thësë se nuk është punu kur gjë, ne kemi informatat edhe drejtorët që janë vendu në për shkollat renale në komunën tonë, punojnë me transparencë, pranojnë të punësuar që zgjidhen me notë mesatare më të madhe, do me thonë depolitizimi në arsim veç është shkuka e mira. Nuk është në gjendje që ka qenë për para, edhe unë jam rjedha, edhe pse s'kam qenë këshilltar herë e parë, por me politikë merremi gjatë kohë dhe jemi aktivist civil. Do me thonë, mos bëjmë kampanë se ki më i mirë e më mirë, të gjithë janë mundu ka pak, por është shkuka e mira. Në infrastrukturë ka investime, kjo që s'ka, po në çdo fshat, po ne jemi komunë rurale ku buxheti është dihet sa është. Mirët është kudo që do të jetë fitues apo do të thësh komunën, do të jetë i vetëdijshëm se në komunën tonë do të jepet maksimumi të punëve. Kjo është sa i përket. Zotri Rushiti, mbetëm te ju për pyetjen të cilën ja parashtrova edhe zotrit Florim, pra pyetjen e njëjtë. Çfarë do të bëni ju si këshilltar, si kandidat për këshilltar apo si këshilltar i ardhshëm në komunën e Bogovinës për të përmirësuar jetën qytetarëve, pra çfarë do të angazhoheni ju personalisht në të mirë të qytetarëve të Bogovinës? Unë si këshilltari i komunës së Bogovinës do të angazhohem për infrastrukturë më të mirë, rrugore dhe ujësjellës. Do të mbështes arsimin dhe rinin, do të punoj për kushte më të mira shëndetësore dhe ambiente të pastërta. Në thëmë kjo është gjithë të cilët ju zëtoni se do të bëni. Zënja Ramadani, jemi mësuar që këshilltarët komunal kemi pa gjithmonë që kur vjen puna për të nxjerrë diçka në votim, gjithmonë unanimisht voton e gjithë grupe e këshilltarëve e cila përfaqësojnë një koalicion ose një parti. Mos them asnjëherë, ndoshta shumë rrallë ka ndodhur që një antar i komisionit, një këshilltar faktikisht të votoj kundër bindjes së partisë, pra të përfaqësojë me vërtet zërin e qytetarëve dhe jo zërin e partisë apo ato të cilët e kanë zgjedhur për në listë. A zotoni ju se do të votoni mbas të bindjeve tuaja në këshill dhe do të ngritni zërin aty ku ka me të vërtet nevojë për të mirën e qytetarëve dhe jo gjithmonë do të veproni sipas vendimeve që merren më lart pra në parti?
Neve na përkrahin parti që garojmë normalisht, megjithatë ne jemi këtu për të mirën e qytetarëve dhe kur është në pyetje interesi i qytetarëve, ne duhet lam anash edhe bindjet partijake dhe bindjet personale. Kur do të kërkohet në Këshillin Komunal të Bogovinës të vendoset diçka për mirëqenien e qytetarëve të Bogovinës, unë jam e gatshme pa hezitim të jap votën time. Dhe këtë nuk e shoh deri tani sa kam informata, nuk e shoh se njëjta gjë ka ndodhur me këshilltarët e palës së kundër. Nga 50 seanca sa kam unë njoftim, me 10 pika, që diku i bie te 500 pika, asnjë nga antarët e këshillit të palës tjetër nuk ka votuar kundër. Kjo do me thënë se shkohet në bazë të bindjeve partijake. Dhe këtu nisim do me thënë gjithçka nga urdhri partijak, ndërkaq ne jemi përgjegjës përpara popullit sepse ai na zgjedh. Dhe ne mund të na mbështet një parti politike, por përgjegjësia është përpara popullit. Dhe ti kur ke përgjegjësi përpara popullit që të voton, duhet normalisht të japish gjithë kapacitetin tënd për të shërbyer popullit dhe jo partisë. Përndaj unë do kisha dashur, do me thënë, unë jam për herë të parë si antare e Këshillit Komunal. Këta që kanë qenë më përpara, sidomos Isa, mund të na tregoj pse asnjëherë në ato 50 seanca nuk kanë votuar kundër pikave dhe nuk kanë dalë kurrnjëherë kundër. Do me thënë gjithçka ka qenë në rregull dhe gjithçka ka qenë, do me thënë, në bazë të asaj bindjes për të mirë të qytetarëve. Nëse do një replik keni mundësi dhe hapësirë. Po, mundet. Zonja Malsore, ne jo se i kemi kalu me ka 10 pika, po i kemi kalu edhe me 13, 14, 15. Do me thënë, ka qenë minimum i 10 deri në 15, 16 pika. Se kanë qenë gjërat të destinuara, ashtu që për të mirën e qytetarëve kanë votu edhe opozitat, i themi opozita, edhe këshilltarët tjerë kanë votu. Ashtu që nuk kemi pat asnjë partijake të votojmë ose mos votojmë. Do me thënë nga 500 pika, asnjë, gjithçka ka qenë në rregull, asnjë nuk ka qenë që ju të shkoni kundër, gjithçka ka qenë për të mirë të qytetarëve. Ka pas, jo se po s'kan qenë. Po më tregoni ndonjë pikë ku keni votu kundër, ju lutem. Kemi pat disa pika, te rrugët kemi pat, që e kemi zru programën e rrugëve, janë bën ndryshimet se çka është kërkuar në për vendbanime. Edhe është votu, është kalu seancën e radhës. Kjo është vetëm një fakt që ka ndodhur, edhe këtë dëshmoj edhe me proces verbal, s'ka problem. Ka pas disa herë, po. Zotri Rakipi, çfarë u thoni qytetarëve ju si një kandidat i koalicionit Vlen, si që jeni pra, pse ato duhet që t'ju votojnë listën tuaj për këshilltar dhe jo listën e kundërshtarëve tuaj politikë? Ne thonë qytetarëve se kemi për çka të thonë qytetarëve të na votojnë listën tonë, se këto kanë qenë 4 vite në mandat në Këshillin Komunal, edhe të them se të drejtën asnjë nuk kanë dhënë ndonjë llogari dhënie para qytetarëve, diçka çka bëu, çka punu. Unë do kërkoj që çdo herë seancat të jenë transparent, të jenë live. Mos unë që shoh që 4 vite sa kanë qenë këto, nuk ka mendoj diçka tjetër live. Tu japën qytetarëve, çdo herë tu japën llogari qytetarëve. Këto 4 vite asnjë vendbanim, askund nuk kanë dhënë asnjë llogari. Edhe prandaj unë si bartës liste i koalicionit Vlen, kam qenë 4 vite këshilltar, edhe kam punu për të mirën e të gjithë vendbanimeve në komunën e Bogovinës, edhe prandaj kam dalë me kërkesë të qytetarëve që të na votojnë neve për përmirësimin më mirë të komunës së Bogovinës, Bogovinës. Unë kam qenë si këshilltar në mandatin tim si këshilltar, kemi bërë shumë punë në komunën tonë, në Bogovinës ku jemi, kom ndjek vazhdimisht edhe këto në mandatin si këshilltar komunal, të thëmë drejtën këto veç si numra kanë qenë. Veç si numra, asë njëherë nuk të thëmë drejtën nuk kom gjua me popullin, se vazhdimisht me popullin kom qenë në teren, e kom të shoh kërkesat, se jam i lirë dhe ma tepër me qytetarët. Njëherë nuk e dhoni llogari dhënie pa marrë parasysh a vjen nga Zhrovjani, a vjen nga Piroka, ku është, nuk ka pas dhe një llogari dhënie për qytetarët e komunës së Bogovinës. Edhe ne si këshilltar në kohën tonë, projektet që kemi dhënë thashë edhe në fillim, një projekt le të thosë Barcelisë këshilltare që është që kemi bërë një projekt 3, se tha në fund kemi bërë 4 projekte në komunën kemi projekte në komunën e Bogovinës.
ku janë 4 vite që kanë kalu. Fshatrat kanë gjënë elementare që nuk kanë ujë përpije, që sa vite e mbajnë, thonë, ujë do bëjmë në gjithë fshatrat, asnjë nuk ka ujë. Mbeturinat, problem me mbeturinat, me ato, nuk ka çka kanë komunën e Bukovinës që nuk është problem. Unë si shoh realisht, popullata e komunës së Bukovinës duhet na votojnë ne për një ndryshim, se mendoj deri tash është të menaxhu keq edhe më keq do bëhet për popullin tonë. Okej, nëse ka një replik, mirë, nëse jo do të vazhdojmë me pyetjen. Mundet. Shikoni, zotëri Florin, ne projektet janë të hapur, do me thonë, edhe mund të shifni edhe vetë, nuk është e vërtet ajo se nuk ka bëhë komune e Bogovinës asnjë projekt, mirë po informatat i keni dopta me sa e shoh, sa i përket në mbeturinat janë marrë në kohë. Pavarësisht ka pas lëshime një ditë ose di, ama në kohë janë marrë, edhe dërgohen në Rusino. Projekti Zherovian Radiofs, kjo është në fazë të realizimit, do me thonë duhet të fillojnë punimet. Është nga komune e Bogovinës. Bogovinës së Lartës, dega tjetër që ka e lidhen, është në përpunim. Do me thonë edhe kjo është nga komune e Bogovinës. Sala e Zherovianit është në fazë të përpunimit. Sala e Bogovinës. Do me thonë këto gjitha projekte janë nga Bogovina që vinë. Nuk vinë nga askund tjetër. Faleminderit. Urdhë? Po. Unë shumë mirë i thëmë, a ka mundësi të tregosh mandatin 4 vjeçar? Çka keni bë, më tregon mua tash kohën e fundit çka jetu bë. Unë ta tregoj ti që nuk keni bë asgjë, keni kalu projektet tona, çka i kemi bë ne, ju s'keni bë kur gjë. As me mbeturinat problem, me projektet që i tregon. Kto janë krejt për i vleni çka është. Ju të kishi bë diçka, keni marrë parë për qeverisë me milione e nuk dini ti harxhoni. U ri në llogaritë e komunës. Nuk dini a doni ti harxhoni për kampanja, për çka doni ti harxhoni ato. Nuk keni askund investime, nuk para duke qoni. Pirok, rruga është, një thona rruga e juris. Ka kalu, projekti nuk fillon. Që është puna? Thonë për punën e ujtit. Ka kalu, nuk fillon prap. Ku është defekti? Ti si këshilltar ke tjenë ati. Sa të tregoma, 4 vite, keni bo ose s'ke bo. Mund të trego për kohën tash fund mandatit. Se populli u ka pa juve edhe... Falë, mundet një vepër. Po, ordoni pa tjetër. Ne më spaku si komunë... Edhe kjo pastaj do të vazhdojmë me temën tjetër për shkak se hartoni ti vetëm borx tek puna e votimit mbas të bindjeve personale dhe atyre partijake, ju do të vazhdojni me këtë dhe ta mbyllim këtë temë. Florimi thot se nuk kemi bë në komunën tonë, do me thonë më spaktu nga Piroku deri në Kallnik, nga Zheroviani deri në Selc janë bë dikundit e 400 rrugica të shtruara me bagatonka. Minimumi 400 janë edhe ato janë me fakte, me argumente. Nëse këto nuk mjaftojnë për komunën e Bogovinës, çdo vend banim është i prekët prej 10 deri 20 rrugica janë të bare. Ashtu që kjo nuk e di se shihet a bë nga vlenja apo a bë nga komuna. Tash ne nuk jemi këtu për të bërë politikë të madhe, po jemi për çështje lokale. Si lokalitet, ne kemi bë atë sa kemi pat mundësi. Mirë, po a duhet ende? Duhet, normal. A populli janë ato që do vendosin se kush do e marrë komunë dhe do e punë. Nëse mund të vetë një kundër replik ke bekatonet. Ju lutem shumë shkurt për shkak se mbetëm... Do të them ke bekatona qytetarët kanë pagu, çdo qytetar kanë marrë tolla, vinë nga vendbanimi i fshatit Pirok, kanë marrë pare edhe pare të gatshme nga qytetarët edhe nuk i kanë fut paret në llogarinë e komunës Bogovinës, por i kanë fut në xhep. Këto pare kanë marrë edhe me emran se ka nevojë, do t'i tregoj rrugët, kanë marrë ka 10.000 euro pare. Pare kanë marrë për qytetarëve se ne gjoja i bëjmë të rrugët me financim 50-50. E ku ndjek, çdo herë. Të shoha do t'i nxjerrim dikun to parat që i kanë marrë për qytetarëve. Jo, to parat kanë kalu në për xhepat e ative që i kanë marrë tenderat edhe diçka. Mu kjo për bekatonat komunën e Bogovinës, turp është ta përmendni që kemi bërë bekatona. Ka kalu koha e bekatonave. Tregoni një projekt konkret madh çka keni bërë komunën e Bogovinës për bekatonat, a krij kjo fal. Okej, shumë shkurt ju lutem pastaj të vazhdojmë me temën tjetër për shkak që në qoftë se jeni kaq të bindur për bekatonkat se kanë marrë para, unë nuk jam i njoftuar si këshilltar. Lirisht mund ta publikosh me emër dhe mbi emër. Unë e publikoj edhe të tregoj edhe rrugën, se edhe keni edhe barcin listës nga Piroku, rruga është në pjesën e fitimit, e dine pak më mirë aty, kanë marrë tolla 10.000 euro.
e kanë Nuk marrë e edhe di shumë, unë kom thashë kjo është unë kom diçka qenë aty. tjetër. Por unë të replikoj pak se ne Kanë marrë pare edhe nuk i kanë dorëzuar kontën e komunës Bukovina. A unë kur kom gjenë këshilltar, kom bërë rrugën në kamion të hoxhës se ata e rulit, paret i kom mbledh nga qytetarët, edhe i kom dorëzuar në kontën e komunës Bukovinës. Edhe ato i kom me dokument. Urdhoni ju çitni ka dokument. mundësi, Florim, se gjithë kemi këtu bashkë dhe gjithë do ta kena kohën e limitobe, jo të flasin thash me përplasje. Jo me përplas. Ne jemi shok, Po, jemi miq, jemi vipili komune. Është e ulët këtë të flasim ashtu, vetëm të flasim, pa fakte, pa argumente. Edhe unë kam qenë deri gjë opozitar, sot është punë koalicioni, nuk duhet mbroj kërkondin, po nuk flitet në studio televizive për hipotetikisht se janë marrë pare. Jo hipotetikisht. Okej, fal. Kemi informata dhe ne, e dim sekretari i komunës me mundësitë e veta ka punu sa ka mund, që është projekte megalomane ne së mbëjmë. Salla e Bukovinës kushton 1.100.000 euro. Nuk është pikërisht nga jo më bëjmë politikat mëdha, vleni Kryqaj, se edhe ne kemi dikon për ta mbroj, është pikërisht nga zëri deputetit zonës tonë. E ardhën komunën e Bukovinës, e miratuar në parlament, e kaluar në qeveri dhe duke u realizuar. Me thonë, pjesë bën edhe qeveria edhe komuna. Projektet e mëdhaja nuk shkojnë ashtu se tha ki thaj. Projektet kanë argumente, duhet me projekte, me fakte, kanë proces për t'im. Mos i marrëm personale gjonat. Jo do të them prapa ti personale, ti je shumë mirë, i di këto punë edhe i din se shumë mirë kanë marrë të hollat edhe i kanë shumë mirë din arton. Unë nuk mund të bëj shpifje në studio, derisa nuk nuk kam mund të bëj argumente. shpifje në studio, po e din shumë pastër e di. punë shkojnë me Një argumente. dje ke qenë kundër shiktimeve ke qenë, kundër timeve, çdo herë kundër padrejtëve. edhe vazhdimisht Çdo herë ti mjef shumë mirë karakterin tim. Unë jam çdo herë kundër të padrejtës. Qoftë edhe me konë dhe baba, unë jam kundër. Atër nëse unë e foli diçka e padrejt, kjo e sakt tregovë në studio para kretit që unë e foli me të vërtet. Nuk flitet me hipoteka, po flitet me argumente. Argumente sakta se ka marrë pikti, ka marrë pjati, s'kemi këtë më të Unë derisa këtë e thom publikisht, unë e thom argumentet sakta edhe nëse unë e thom diçka që nuk është e vërtet. Lirisht mund të Zjeri padit. publik, Unë e thom, unë e them kraj. publik, unë e thom nëse këtë në ashtu letër kena. Letër kema që i kanë mbledh të hollat para 10.000 euro. Nuk na ta qytetarët. Florim, nuk do të tërhiqin ato janë pak diskutime të ulta, por ne jemi këshilltar dhe flasim për programe, jo flasim. Ne flasim për programe, nuk pitëm juve çka keni, parandaj çka keni bëu, po ju nuk dini çka thoni edhe çfarë doni kemi argumente dhe projekte. Do ishte lutur gjithëve që të mbam një nivel debatit edhe të flasim për atë për të cilët edhe jeni thirrur pra vetëm për projekte, për promovim, edhe me kandidatët për kryetar komune të cilët ishin më herët, i lutaj që në fillim që të mbam një nivel debati dhe të mos kalim në ofendime dhe fyerje. Andaj do kisha lutur që të përmbami emisionit pra dhe nivelit të debatit. Këtu e pata qëllimin ndërlidhe mu se ne do të shpalosim programet të thalmës, jo me të mera me niveli lokale, a ka marrë, as ka marrë, nuk në takon neve. Ne jemi në lokale, për lokal jemi. Ne kemi kandidu për këshilltar komunal, edhe ti edhe unë jemi bardhës liste, vim nga sektori civil, që të di që jemi aktivist, se na njohën jemi dëshmuar në komunën tonë, nuk dhe të azrim debatin atë nivel, çka ka kalu, çka ka bo. Ne duhet jemi se ju që 3 herë u bëhet në u parashtot pikja. Çka keni bëu, ju kthehej në fund mandatit kemi projekte, kemi bëu sallën. Tregoni me 4 vjet çka kemi bëu. Mos më thuj mua. Mendoj se para fol si ishta ti tregoj të gjitha projekte që janë të realizuar. Po më tregoj, jo të realizuar. Ata pa realizuar ka. Jo të realizuar me këshilltar, të mundohemi që nëpërmjet mekanizmit këshillit komunal ne të bëjmë presion kryetarit komunës që çdo projekt të realizohet. Kjo është qëllimi i këshilltarit. Pra, mbetëm tek pyetja të cilën u deshta parashtrim tek radhët e koalicionit AKI, pikrisht tek zotëria Arton Haliti, pra a do të merrni ju vendime si këshilltar i arshëm komunal në komunë të Bukovinës në bazë të nevojave të vërteta të qytetarëve, apo do të ndëgjoni urdhnat të cilët do të vinë nga partia apo koalicionit të cilin e përfaqësoni? Unë mendoj se si këshilltar ose si kryesues i këshillit i ardhshëm do të respektoj vetëm zërin e popullit. Partitë politike gjatë projekteve, gjatë procesit nuk kanë shkalipin në këshillin komunal, se ne jemi ata që do t'i përfaqësojmë vendbanimet tona, do të jemi drejt, transparent në çdo pikë, në çdo projekt. Okej. Zonja Ramadani, a mendoni që do të ishte më mirë që të ndjekut shembulli i Kosovës, për shembull, ku në zgjedhjet lokale këshilltarët komunal ngarojnë me lista të hapura. Pra dhe ai që merr më së shumti vota, normal dihet se ka qenë më aktiv apo ka qenë më i zëshëm dhe ka grumbulluar më shumë njerëz rreth vetes, për dallim nga ne këtu ku këshilltarët radhitja e këshilltarëve traktohet nga vetë
udhëheqësit politik. Kjo ideja e listave të hapura do të ishte diçka shumë e mirë edhe për qytetarët e Maqedonisë, sepse qytetari do të votonte personin që don ta përfaqësoj në Këshillin Komunal dhe jo partinë politike, dhe kjo do të jepte kandidatit ose antarit të Këshillit më tepër përgjegjësinë ndaj qytetarit. Dhe kjo një farë mënyre do të kontribonte që të kishte më pak padrejtësi dhe më shumë transparencë. Dhe mbi të gjitha do të dëgjohej atëherë zëri tamam i qytetarit, sepse ai vendos kush do ta përfaqësojë atë në Këshillin Komunal. Okej, për ju, zotëri Rushiti, sa është e rëndësishme që listat e këshilltarëve të jenë të hapura, pra dhe jo të caktohen nga liderët apo nga partitë politike, përsëri do të caktohen nga partitë, megjithatë radhitja pra caktohet gjithmonë nga liderët. Për ju sa do të ishte e mirëseardhur dhe e mikpritur që me që keni qenë këshilltarët edhe më herët, që lista e këshilltarëve të jetë e hapur, pra sa do të nxitë të këshilltarët që të punojnë më shumë, por edhe sa do të nxitë që njerëzit dalin dhe të votojnë më shumë, duke marrë parasysh se ato që janë të 20 në listë ndoshta nuk mund të shkojnë të kërkojnë votat e dikush, i familjes apo kush do qoftë. Po, edhe unë do isha i atij mendimit, sepse qytetarët do të kishin mundësi të zgjedhin individ të përkushtuar, dhe jo vetëm parti. Okej, do rikthejmë edhe njerë të ju, zënja Ramadani, sa janë përfaqësuar faktikisht gratë në politikë, me qeni femra e vetme të që merrni një pjesë në këtë debat, sa mendoni që janë përfaqësuar femrat në politikë, edhe sa kanë unin e vetë për të marrë vendime, për shkak se kemi pa raste shumë shpeshta kur nuk mund të shkon burri dhe dërgon gruan, apo raste të tilla që merren vetëm për të plotësuar numër apo gjëra tjera. Sa mendoni se duhet përfaqësohen gratë pra në politikë dhe në vendimarrje? Sipas ligjit në shtetit tonë, domethënë gratë duhet të përfaqësohen 40%. Mirë, po në realitet anketat tregojnë se ato janë të përfaqësuara diku 30 deri 35. Unë jam normalisht për atë përfaqësim të grave më tepër në politikë, por jam më tepër për fuqizimin e zërit të grave, qoftë në vendimarrje, qoftë në shtet, qoftë në Këshillin Komunal. Aty ku vendosin gratë, ka familje më të mira. Aty ku vendosin gratë, ka shkolla më të mira. Aty ku vendosin gratë, ka shëndetësi më të mirë dhe ka për herë drejtësi, sepse gratë janë më të ndjeshme dhe për herë nisën nga bot kuptimi amnor gjithçka që është e drejtë për familjen dhe për rrethin shoqëror. Prandaj unë do të angazhohem që të bëhet fuqizimi i grave dhe zëri i tyre të ndëgjohet në Këshillin Komunal të Bogovinës, dhe për çfarë do që ato do të kenë nevojë, unë do të jem aty për t'i përkrahur dhe për të ecur proceset që ato i mundojnë përpara. Faleminderit. Zotri Aliti dhe zotri Rushiti, do i parashtoj 2 pyetje, secili nga ju do të përgjigjet në njërin nga ato dhe pastaj të njëjtat pyetje do të lejmë për ju, dhe me këtë do të përfundojmë këtë emision për sot. Pyetja e parë është se pse duhet qytetarët të votojnë juve, dhe pyetja e dytë është cilat janë 3 projektet kryesore të cilit ju i keni paraparë që do të shtyni para në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Sepse jemi të gatshëm të punojmë bashkarisht me transparencë dhe përgjegjësi, pa marrë parasysh bingjeve politike, ne do të jemi zëri i qytetarit në Kuvendin Komunal. Duhet të mundohemi të jemi sa më të saktë dhe sa më efikas në realizimin e projekteve të komunës, kështu që ne kemi nevojë për infrastrukturë, kemi nevojë për ujësjellsa të përfunduar, masa jemi shekulli 21, ku në vendbanimet tona, siç e dim të gjithë, ka mungesë për të ujit për bie në disa fshatra. Duhet të fokusohemi që brenda mandatit sa më shpejt të përfundohen. Infrastruktura ka nevojë për përmirësim, për një arsim cilësor, mos ketë politizim nëpër shkolla. Shkollat tona duhet të funksionojnë për fëmijët tanë, jo për politikën. Kështu që mirëmbajtja publike është në nivel pikë të parë që duhet të fokusohemi të ruajmë pastërtinë dhe ambientin. Dhe mendoj se do që arrijmë qëllimit për këto 4 vite. Mendoj se si ekip edhe ne si pjesë e koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim, edhe këshilltarët nga Vleni, do të kemi një bashkëpunim për të mirën e komunës tonë të ecë përpara.
Kjo është. Zotëri Rakipi, 3 projektet kryesore të cilat zotoni se do të shtyni para së bashku me grupin tuaj të këshilltarëve? Do me thonë, ne kemi projektin e ujësjellësit prej Sumrekës që vinë, që do të furnizohen nga Piroku, Bogovina, Sedlarca dhe Zhorovjani. Me thonë, këto 4 vendbanime është një projekt shumë i madh, që është në fazën finale, që mendojmë që në të ardhmen këto 4 vite do të realizojmë atë projekt. Okej, 2 tjera të cilët vini që janë të rëndësishme veçantë për banorët e komunës së Bogovinës, pra banorët të cilët ju kërkoni votë. Do me thonë, kemi edhe disa rrugë që janë të përfshime në programën tonë, që duhet gjatë këtyre 4 viteve të realizohen. Pavarësisht fshatrave, në gjitha vendbanime do me thonë ka projekt. Mirë, zonja Ramadani, dhe kësha dashur që ju të përgjigjeni në pyetjen se duhet qytetarë të votojnë juve, dhe zotëri Rakipi të përgjigjet në 3 projektet kryesore me që ka qenë këshilltarëve më herët. Në qoftë se qytetarët do të duan punë, ndershmëri dhe transparencë, duhet të na zgjedhin neve. Ne do të jemi ata që do t'u japim pak më shumë mundësi grave dhe rinis. Rinia jonë shkoj krejt jashtë mo, dhe nuk ka në komunën tonë projekte që ata i mban lidhur për vendlindjen. Prandaj mendoj se vetëm me transparencë, me punë dhe me përkushtim mund të arrijmë gjithçka, normalisht së bashku edhe me krejt antarët e tjerë të këshillit. Zotëri Rakipi, 3 projektet kryesore të cilët ju zotoni se do të shtyni para në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar si këshilltar në komunën e Bogovinës. 3 projektet janë projekti i parë është si ujë në të gjithë vendbanimet e komunës së Bogovinës, se skeka që fillosh krejt probleme kena me ujtin, fshati Pollçisht të drejtë, me thonë drejtën, është turp e nxjerrin nëpër media, ende problem me ujë. Kjo është projekti i parë që projekti i dytë është kanalizimi, me bashkëpunim me qeverinë, se mendoj komuna nuk ka buxhet për të bërë kanalizime, duhet projekte bëhen në të gjithë fshatrat që do ketë kanalizimi. Është projekti i dytë, se mendoj ka fillu projekte, më ka jetë veç në 2 fshatra, kemë bëhë veç në sistemin e ekipave, ka mendoj fshatin Bogovinë dhe fshatin kanë janë fshatra tjerë janë pa përke, dhe ato nuk janë, se nuk dihet se dalje ku të shkoj. Të mbetemi tek projektet, pra projekti parë është për ujtin e pishëm. Projekti i dytë është kanalizimi në të gjithë vendbanime, dhe mendoj projekti i tretë rrugicat, do të mirëna pak me biset me këto për alpinizëm, do të hapim në për nalt vende, për rrugë, qelim, për nalt ka që njerët që kena vizitor, shumë që vinë në komunë, vinë në malin tonë, ka Kelikeni thonë, ka edhe vende tjera që ashtu, për të hapë rrugicat që është kjo. Okej. Të nderuar, unë ju falenderoj shumë mas pari që keni gjetë kohë dhe që na nderuat me pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë. Shpresoj që shembullin tuaj fillimisht për pjesëmarrje të ndjekin edhe kandidatët për këshilltar në komunat tjera të cilët janë të ftuar në emision, dhe ju falenderoj shumë pra që ishit pjesë e jonë. Faleminderit për ftesën, rrofsh suksese të gjithëve. Unë ju dëshiroj të gjithëve shëndet dhe shumë suksese në këtë zgjedhje, dhe shpresoj që me të vërtetë jeni zëri dhe përfaqësuesit e qytetarëve, me që keni një rol me të vërtetë jashtëzakonisht rëndësishëm, për shkak se demokracia fillon nga poshtë dhe pastaj vazhdon lart. Edhe një herë faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishmi së bashku në emisionin Debativ on Time që mbahet për zgjedhjet lokale të vitit 2025 me kandidatët për këshilltar në komunë të Bogovinës, edhe atë 2 kandidatë nga koalicioni Vlen dhe 2 nga koalicioni i Aleancës Kombëtare për Integrim, pra zonja Malsore Ramadani dhe zotëri Flerim Rakipi nga Vlen, dhe zotëri Arton Haliti dhe zotëri Isa Rushiti nga koalicioni i Aleancës Kombëtare për Integrim. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, dhe bashkë do të takofshim ditën e premte me kandidatët për kryetar komunit të komunës së Vrapçishtit dhe gjithashtu edhe këshilltarët